Ne kemi familje të cilat fatkeqësisht është dashur që edhe atë prontë pak që e kanë ta shesin për ta mbështetur fëmijën e tyre në procedurat të cilat duhet të ndiqen për me mujt me njek një arsim të mirëfillt. Njerëzit nuk po e kuptojnë një gjë sepse ne është vërtet që shteti jonë ka të rregulluar mekanizma, domethënë ligjërisht na jemi gjithçka në rregull, i kemi mënyrat e veprimit, mirë po zbatueshmëria e tyre nuk lëshon për të dëshiruar. Ka pas raste ku fëmiu ka një vështirësi. Mirë po si pasojë mungesës së vullnetit të mësuesit për me mujt me mbështet fëmijën, dhe ndonjëherë thotë mësuesi që unë nuk po dua asistent brenda klasës sepse asistenti po ma pengon procesin e mësimit. Domethënë kemi komente nga më të ndryshme. Fëmiu është familje duke mos i ditur efektet është dashur të referojë fëmijën për me pranu shërbime në qendër burimore. Domethënë ne e dim që klinikisht fëmiu që duhet të adresohet në qendër burimore duhet të ketë një koeficient i inteligjencës me deficit të theksuar. Do thotë duhet të ketë vështirësi zhvillimore, siç është për shembull çrregullimi i spektrit të autizmit, të çrregullimit të paspecifikuar zhvillimore në nivel të rënduar në të cilën patjetër duhet me shku në këtë institucion. Dhe kemi pas raste ku fëmijët nuk i kanë pas shumë të theksuara këto vështirësi dhe janë ndërmarrë iniciativa për me çu fëmijën atje derisa na kemi thonë jo ka dalë. Kjo nuk bën mendohet.